Kënaqësia më e madhe është kur ban projektet përbashkëta, kur na lidh Malsin me Shkodrën, me Pukën, me Fusharsin, ti jepi qendra dhe ty të takon me na majti domethënë projektet përbashkëta. Unë kam një dy gjana, sepse unë kryeministin ftoj edhe në Kuçovë para javët, i kena ezauruar gjitha paketën e maleve, pavarësisht se sot kishin harruar dhe me ftu aty, po edhe investimet në gjana tjera jashtëzakonisht bukur, perfekt, jena nëshë. Janë një dy gjana që e nigjova me menje kryeministin fjalën e tina sot për sportet dimërore, sidomos për sportin e skive. Tashi e di që ashtu punon Korç, e di që ju drejtu dhe kryetarit bashkisë Kukësit që Shishtaveci është destinacion i jashtëzakonshëm, po duhet i tregoj kryeministrit, para 2 vjetëve i kam dhënë një projekt në dorë, edhe në qafthore në gropën e Portës është një projekt që jo i studio italiane e Mirfield që e ka bën nga Trentino, po ka ardhur edhe nga Kanada e studio tjetër, nga investitor amerikan, që e kanë pas shumë të arsyeshme edhe aty mund bëhet sport. Po ky do të jenë një projekt shumë i bukur i përbashkët që e kam pa që edhe me austriakun shkute pat terrene, po unë faktikisht kam një projekt të Mirfield që i ky mund të shërbejnë Alpeve edhe të Malësisë madhe edhe të Thethit. Pra mundën me pas akses edhe Thethi edhe Malësia e madhe. Ka ngel, na kena projektin dorë, ka ngel në fazën e investitorëve, me thith në investitor, edhe në fazën e konkludimit të një masterplanit që ti jetu ma për Bogën, që është gati në përfundim edhe futë edhe pista skive. Nga 7500 vetën ditë për përdorim e kena reduktua në kuadrën e kushteve klimaterike të ndryshimit e kështu, e kena ullë më poshtë, por i kena dhënë prioritet sepse nuk është të mi pis kish. Këtu mund punohet edhe në verë. Sot Dolomitat janë të pas ma shumë të ardhna në sportet verore duke përdor liftet se janë të përdor skit në dimër. Edhe i gjatë që gjithë bizneset që janë ito, që janë edhe shumica prej Thethit, edhe Beneti besoj që është një koshient çfarë masakret në është bën një pjesë rrugët nga Burgu i Reçit deri në Bog, është bën një kështu, vjen një trafik i papam, me 4-5.000 makina në ditë, edhe vjen të aje aty, dhe me thonë makinat shkatrohen, coptohen, rruga ngushtohet, për një investim shumë të vogël, vetëm i zgjerim 1 metër rrugës, për me e ba me shku me artë pak të ndej në Bog, pa lëviz rrugën Bog Theth, sepse është taman në Alpa atje, po kjo dënë vetëm një që mund bëhen nga drejtoria rrugëve, vetëm me 1 metër kështu, dhe me thonë zgjerim, është në kushte katastrofike, këta që janë Thethe dinë se si është, sepse ulltojnë në makinat e tyne, por na shohim dhe turistat tuan ku gjithmonë. Është një 24 kilometra vetëm me zgjeru 1 metër rrugën ekzistuese. Qahën gomat, s'munën mua ashtu, është nën 4 metra, tash i ka shku atu ashtu, është e zaruaj rrugë, është jashtë parametra që në ashtu. Për gjana tjera s'kam qa flasë sepse dum apo s'dum ne, na ka marrë frymë mirë, një valë mirë, jena në kushtet shumë, domethënë shoh rezervimet e mia, nuk kam marrë rezervime individuale, tash janë rezervime me grupe,